Deputeti Vullnet Sinaj takohet me banorët pas ndryshimeve të kërkuara në projektin në qendër të fshatit Kuç. Në takim të pranishëm edhe përfaqësues të firmës zbatuese, Fondi i Zhvillimit, por dhe kryetari i Bashkisë Imar Vangjel Tavo. Takimet nuk kanë munguar edhe më parë, ndërsa deputeti Sinaj, ashtu si çdo herë, është rikthyer dhe ka diskutuar me banorët, ndërsa ka dëgjuar shqetësimet e tyre. Deputeti ka garantuar gatishmërinë për të realizuar më të mirën për komunitetin. Atëre, kjo historia e këtij sheshi është historie vjetër që ka pas një projekt të mpashëm, i cili nuk po vjen në punë, apo jo Astrid? Dhe u ngritëm një grup nga Kuçi, bashkë me mua, Astriti, Gramozi, kush ishte tjetër? Edhe Mont Fikaj. Edhe vajtëm te Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Të kuptonim pse s'po vazhdonte projekti i sheshit Kuçit. Dhe kuptuam që projekti kishte probleme me banorët këtu, dhe bashkia duhet të zgjidhte problemet që kishin banorët. Dhe u la detyrë që të flisnin t'juve në bashki, me bashkim për të zgjidhur ato problemet që kishin banorët, apo jo. Mbas kësaj ju keni bërë punën tuaj, nuk e di më. Keni zgjidhur problemet që kanë pasur banorët dhe ishte duke u zbatuar një projekt. Unë pata një telefonat nga kryetari i partisë, deputet, kemi probleme me sheshin, hajde të na dëgjosh. Erdha këtu dhe i dëgjova. Unë nuk arrit do të kuptoj i kujt është një dyqan apo i kujt është dyqani tjetër. Unë takoj banorët. Banorët më thanë, deputet, këtu po bëhen punime dhe nuk jemi të qartë se çfarë punimesh po bëhen. Nuk ka të afishuar një projekt në shesh. Të dim se çfarë punimesh do bëhen, nuk dim çfarë tubi do shtruar, nuk dim se çfarë do bëhet me fasadat, nuk dim çfarë do bëhet me rrugët. Okej, çfarë donim që të punimet të ndërpriten derisa të vi Fondi Shqiptar i Zhvillimit të na sqarojë. Ashtu si dhe u diskutua, u pranua se ndryshimet janë bërë dhe gjithçka tjetër që nuk është mbuluar nga fondi, do të realizohet nga bashkia. Premtim ky i ardhur nga takimi me kryetarin e Bashkisë Imarës Vangjel Tavo. Ndërprerja e projektit nuk është mirë për projektin dhe për fshatin. Të vazhdoj projekt, duke korrigjuar gjitha këto që thanë djemt çunat që erdhën nga Fondi i Zhvillimit. Dhe këtë të ujrave të zeza, të bëhet me perspektivën e një projekti tjetër për të përfunduar qoftë edhe me investimet e bashkisë, qoftë edhe me fondin, se fondi këtu do vazhdoj, nuk do mbyllet me kaq. Sot janë planifikuar, nuk e di sa fasada. Kemi bërë një kërkesë për të plotësuar gjithë kërkesat, edhe dëshirat po e quaj, të shumë njerëzve këtu për ta kompletuar këtë projekt, sepse sipas mendimeve që kanë njerëzit që unë kam takuar, ky projekt nuk është i plot. Atëre, keni parasysh që edhe në fshatrat e tjera që është bërë, unë vi nga Dropulli, është bërë Sotira. Sotira është bërë gjysma tjetër është loti i dytë. Këtu unë nuk pranoj të quhet lot, sepse unë që në fillim kur fillova edhe me rrugën e Tërbaçit, me Vranishtin kam thënë nuk ka lote. Fillon, mbaron. Takimet për projektin në sheshin e fshatit Kuç, deputeti Vullnet Sinaj pranë banorëve, zgjidhje e shqetësimeve dhe kërkesave të tyre.